3 dëshirat e fundit të Aleksandrit të Madh përpara se të shuhej. Gjatë jetës së tij të shkurtër, Aleksandri i Madh kishte pushtuar gjysmën e botës. Ai ishte njeriu më i respektuar i atyre kohrave, por edhe më i frikshmi, sepse trembeshin të gjithë. Ndaj dhe vdekja e tij u kthye në legjendë. Tregohet se asgjë tjetër nuk e mposhte dot, përveç se një sëmundje e rëndë, e cila e rrëzoi. E kështu, generali i madh, pasi kuptoi se koha ishte e shkurtër, ai kërkoi të kthehej në shtëpi. E vetmja gjë që dëshironte ishte të mund të përqafonte për herë të fundit nënën e tij, Olimbin. Por i duhej të pranonte faktin se fundi ishte afër dhe se nuk do të kishte kohë të arrinte në atë dheun e tij të ëmbël. Mjekët u munduan, por ai rëndoi gjithnjë e më shumë. E kështu, kur ndjeu se vdekja po vinte ta merrte, generali i madh mblodhi të gjithë prisat dhe ministrat dhe u dha 3 porosi. Mbani shënim këto që do t'ju them, tha. Dua që mjekët më të mirë të kohës që u munduan të më shpëtonin, të mbajnë arkivolin tim mbi supe. Dua që thesarin e grumbulluar në përbot të shpërndahet për gjatë gjithë rrugës, kur të më çoni deri tek varrezat. Dhe porosia e fundit është që kur të më varrosni, duart e mia t'i lini jashtë arkivolit, që t'i shohin të gjithë. Prisat u befasuan nga këto kërkesa dhe e pyetën se përse, sepse ata donin që ta nderonin si i madh që ishte, por leka i madh u përgjigj, sepse dua që mjekët më të mirë që do të mbajnë arkivolin tim të kuptojnë se nuk kanë fuqi mbi vdekjen, dhe dua që toka të mbulohet me arë në mënyrë që të gjithë të shohin se çdo gjë materiale që kanë fituar ka qenë dhe mbetet këtu në tokë. Dhe dua që duart e mia të lihen jashtë arkivolit në mënyrë që njerëzit të shohin se kam ardhur duar bosh dhe po iki duar bosh. Mos harroni se jeta është pasuria më e çmuar që kemi. Mund të mundohemi të bëjmë para pa fund, por askush nuk e di se nëse do t'i shijojmë ato. Ndaj, dhurata më e madhe që mund t'i ofroni njerëzve që doni është që t'u dhuroni atyre kohën tuaj dhe t'u qëndroni pranë, sepse jeta ka të papritura.